Edhe pse je vip, edhe punën edhe mba ushtell. Po kështu jam rrit, njeri du të më konë sa më i thjesht, puna është punë, ku me ndërtu një kompani me vllabin tem. Okej, qa përfshin kompania? Menzimje, sanitari, Okej. punojna, jem shumë happy, këtë tjetër në provoj pak këtë pjesën e vipit me mojt, si që ekipata është me këtë filmin. Kom qef senin me mojt pak ma privat, se njerës muj me ta prish edhe pa deshje. Kështu që edhe jetën private du shumë, du e lypi atë farë balancime. Tash, na nuk po dojna shumë e gërmu jetën private, po s'ka naj lidhje azimi, apo s'ka lidhje, se në bas storeve nuk po shoj që ta ka zonë zemrën e kush, je pak ish gënjim për i femnave kohë të fundit. Qa po të shgënjen të femnat? Nuk jam ish gënjim për femnat, po enda alo s'ka ardhe, s'nka ardhe koha. Po që jam ish gënjim. Besoj që që ka shkru zote, ashtu vjen, jam shumë happy. Nuk do me thonë që nuk kom punë me femna, po ato kom qef me mojt private, edhe nëse kom lidhje, kom qef me mojt private. E qartë, për ndrysh është komentu shumë raporti jotë me Rikën gjatë gjirimeve, do gjiro me makinë, njerëz do ishin mju pasi qift ma shumë edhe mbase lexojshin diçka mes rreshtav. A ka pas nevash flirti mes juve dyve gjatë punës, a jeni kon strikt profesional? Na jene kon strikt, të vëlla din që kanë qef më mbot qift mu me çdo femën që më shofin. Kena kalu super, më kanë prit super këtu në Tiranë. Na kena një lidhje shoqërore ekstrem të bukur, respektojmë njëri tjetrin.